Në zonën muzeale të Gjirokastrës ka nisur funksionimin një qendre re shëndetësore për të trajtuar nevojat mjekësore që vinë si pasojë e rritjes së fluksit turistik dhe temperaturave të larta gjatë sezonit të verës. Qendra shëndetësore turistike do të ofrojë shërbim mjekësor 24 orë, duke i ardhur në ndihmë turistëve në rastet problematike shëndetësore, aksidenteve e të tjerë. Personeli mjek dhe infermier është trajnuar për dhënien e ndihmës së parë, trajtimin e urgjencave mjekësore e të tjerë, aq më tepër për vizitorët dhe turistët. Qendra disponon pajisje dhe medikamentet mjekësore për trajtimin e urgjencave gjatë stinës së verës, ndërsa funksionon si mbështetje për strukturat e sistemit shëndetësor në Gjirokastër. Bazë të kërkesave që ne kemi bërë dhe të gjithë statistikave që kemi pasur në vitet e kaluara për shkak të gjithë urgjencave mjekësore që janë paraqitur në Spitalin Rajonal Gjirokastër, tashmë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale mori vendimin që dhe në rrethin ton, në qendrën historike, mu në zemër të qytetit ton, në kalan e qytetit ton, tek ambulanca e lagjes Dunavat, të hapi një qendër shëndetësore turistike ku i ofron shërbim jo vetëm qytetarëve të kësaj lagje, por gjithë turistëve 24 orë me staf mbështetës, mjek dhe infermier, të cilët janë marrë nga portali Mjek dhe Infermier për Shqipërinë, ku janë të kualifikuar për urgjenca mjekësore dhe ku do t'japin shërbimin 24 orë pa ndërprerje në këtë qendër shëndetësore turistike pranë kalas së qytetit dhe në zemrën e historike të Gjirokastrës. Gjirokastra prej fillimit të vitit ka pritur mbi 80.000 turistë, ndërkohë që pritshmëritë janë që ky numër të vijë gjithnjë në rritje.